Në këtë video do të ndiqni horoskopin e datës 4 maj 2025 për të gjitha shenjat si dhe një këshill për çdo shenjë. Le të fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë. Dashi, nesër do të kesh fuqinë për të sjellë qetësi dhe paqe në jetën e të tjerëve. Ndonjëherë nuk është e nevojshme të flasësh shumë ose të bësh gjëra të mëdha. Prania jote, mënyra se si qëndron i palëkundur përballë situatave është ajo që bën ndryshimin. Mund të ndihmosh dikë të ndihet i humbur, vetëm duke qenë prezent aty, duke dëgjuar dhe duke i dhënë një ndjesi sigurie. Është një rol i heshtur, por shumë i fuqishëm. Bëhu vetvetja dhe mbaj balancën tënde. Të tjerët do e ndjejnë dhe do të falenderojnë në mënyrën e tyre. Këshilla e ditës: qëndroj përqendruar dhe mos e nënvlerëso ndikimin që ke tek të tjerët. Ndonjëherë pa e kuptuar ti je drita që u duhesh atyre. Demi, nesër në datë 4 maj, Demi mund të ndodhë një ndryshim i madh në jetën tënde, por ky ndryshim fillon nga mendja jote. Ndoshta po e sheh një situatë me mënyrën e vjetër dhe kjo nuk të ndihmon më. Nëse ndalon për një moment dhe e sheh nga një kënd tjetër, gjithçka mund të marrë kuptim. Ndonjëherë vetëm një mendim i ri mund të hapë një derë të madhe. Lëre kontrollin e tepërt dhe energjia pozitive do të rrjedh vetë. Universi është gati të të ndihmojë, por së pari duhet të hapësh mendjen dhe të lejosh frymën e natyrshme të gjërave. Këshilla e ditës: mos u kap pas detajeve, beso në rrugën që po të shfaqet dhe lejo ndryshimin që të ndodhë. Binjakët, nesër binjak nuk është dita për të bërë më shumë, por për të qëndruar të qetë. Heshtja dhe qetësia do të jenë frymëzim për ty. Mendja jote është zakonisht shumë aktive, por duke kërkuar zgjidhje dhe ide pa pushim. Por ndonjëherë krijimtaria më e madhe lind pikërisht kur pushon. Jepi vetes leje për të ndaluar pak, për të bërë një hap pas dhe do të shohësh që ide do të vinë vetvetiu, në heshtje. Nuk është koha të veprosh për të qenë krijues, ndonjëherë mjafton të dëgjosh zërin e brendshëm. Këshilla e ditës: gjej një moment për veten tënde, edhe pak minuta qetësi mund të japin energjinë dhe qartësinë që të duhet. Gaforja, nesër është një ditë për reflektim të thellë gaforre. Është koha të ndalesh dhe t'i bësh vetes një pyetje të thjeshtë, por të rëndësishme. Çfarë në të vërtetë është e rëndësishme tani? Mund të jesh duke u lodhur me gjëra që nuk kanë vlerë vërtet për shpirtin tënd, apo duke i dhënë energji gjërave që nuk të sjellin paqe. Ndale zhurmën nga jashtë dhe dëgjo zemrën tënde. Ajo e di për çfarë ka nevojë. Zgjidhja që kërkon nuk është larg, ajo ndodhet brenda teje dhe është shumë më e thjeshtë se sa mendon. Këshilla e ditës: mos harro që jo çdo urgjencë është domosdoshmëri. Paqja vjen kur ndjek atë që të qetëson shpirtin. Luani, dita nesër 4 maj është një ditë që të kujton se je më shumë se gati se sa mendon. Dyshimet që ke janë të vogla, por forca brenda teje është e madhe. Nëse të del përpara një mundësi e re apo një vendim i rastësishëm që ka rëndësi për ty, mos lejo pasiguritë të ndalojnë. Ke gjithçka që të duhet për të ecur përpara me guxim. Mos prit që gjithçka të jetë perfekte. Universi po të mbështet tani për të vepruar me vendosmëri. Lëri mënjan frikërat dhe lejo besimin në vetvete që të udhëheq. Këshilla e ditës: Luan, beso në veten tënde dhe mos harro se ndonjëherë duhet të hidhemi për të kuptuar se mund të fluturojmë. Virgjëresha, Virgjëresh, data 4 maj për ty është dita për t'i dhënë lamtumirën të kaluarës me dashuri. Koha e historive të vjetra ka kaluar, tashmë është momenti yt për të shkëlqyer. Gabimet dhe pendesat e dikurshme mund të kenë mbajtur pas, por ti tashmë je gati për të hapur një kapitull të ri. Mos e lejo më të kaluarën të kufizojë. Ajo ndihmoi të formoheshe, por nuk të përcakton më se kush je. Jepi vetes leje
që të ndihesh lehtë, lirë dhe për të hapur mundësi të reja. Këshilla e ditës, vendimet që merr tani duhet të reflektojnë atë që je sot, jo atë që ishe dje. Zemra jote është gati për një fillim më të ri. Peshorja. Peshore, nesër 4 maj është dita të ulësh zhurmën përreth dhe të zgjedhësh me qartësi. Jo çdo vendim ka nevojë për analizë të thellë apo diskutim të gjatë. Ndonjëherë përgjigjja më e saktë është ajo e para që të vjen në mendje. Instinkti yt peshore është më i mençur se sa mendon. Largoje presionin e mendimeve të panevojshme, si dhe të ndikimeve të jashtme. Kur të pastrosh mendjen nga gjithçka që nuk të shërben, atëherë qartësia do të vijë vetvetiu. Këshilla e ditës është: peshore, zgjidh atë që është e lehtë, e mirë dhe e vërtetë për ty. Ndoshta pikërisht kjo është e mjaftueshme. Akrepi. Akrep. Nesër 4 maj është dita të rikthehesh tek zemra jote. Ndërkohë mund të ndihesh i shpërndar në shumë drejtime, qetësia e vërtetë vjen kur dëgjon atë zë të vogël të brendshëm. Nuk ke nevojë për shpjegime të mëdha. Ndonjëherë një akt i vogël sinqeriteti emocional mjafton për të nisur shërimin. Nuk do ta gjesh balancën tënde jashtë teje. Ajo është brenda dhe gjithmonë ka qenë aty. Ndiq busullën e shpirtit dhe do të gjesh sërish rrugën. Këshilla e ditës: dëgjo ndjenjat e tua dhe mos i shtyp. Ato janë udhërrëfyesit e vërtetë. Shigjetari. Shigjetar. Nesër 4 maj do të ndjesh se kur zemra, mendja dhe veprimet janë në një vijë, gjithçka ecën më lehtë. Harmonia e brendshme sjell paqe në përpjekjet e tua. Do të kuptosh se kur vepron nga një vend i vërtet me një qëllim të qartë, gjithçka bëhet më e lehtë dhe më efektive. Nuk është nevoja të nxitohesh apo të dyshosh. Qëndro i përqendruar dhe beso në rrugën që ke zgjedhur përpara. Këshilla e ditës: ajo që të sjell paqe në shpirt është rruga e saktë. Bricjapi. Bricjap. Dita e nesërme 4 maj të sjell një kujtesë të butë. Mos u kap fort pas gjërave. Lëri të rrjedhin natyrshëm përmes duarve tua. Jeta ka një ritëm të vetin dhe nuk mund ta detyrosh të ecë sipas dëshirës tënde. Kur përpiqesh ta shtysh, shpesh e ndërlikon më shumë. Lëre kontrollin e tepërt dhe besoj ciklin natyror të ngjarjeve. Mjafton të kujdesesh për atë që ke përpara në mënyrë të qetë dhe të thjeshtë. Kur nuk vepron në stres, energjia jote shndërrohet në diçka të fuqishme dhe të qartë. Këshilla e ditës: besoj rrjedhës, ajo që është shkruar për ty do të vijë në kohën e saj. Ujori. Ujor, nesër 4 maj është dita që thotë: mos mendo se duhet të mbash gjithçka mbi supe. Ka njerëz që mund të të ndihmojnë, që duan të jenë pranë teje në këtë udhëtim të pasigurt. Qof një mik i afërt, një këshilltar shpirtëror apo dhe një moment i heshtur në vetvete. Ndihma është aty. Mos nguro të hapësh zemrën dhe të ndash çfarë ndjen. Kur flet, kur shprehesh, perspektiva ndryshon dhe lehtësimi vjen. Fuqia e vërtetë qëndron jo në izolim, por në lidhjet që zbusin rrugët e vështira. Këshilla e ditës: hapësira që jep lidhjes me të tjerët është drita që të ndriçon udhën tënde. Peshqit. Peshk. Nesër data 4 maj thotë: nesër është dhurata më e madhe që mund t'i japësh vetes dhe të ndihesh plotësisht i plot. Në atë moment të heshtur ku nuk ka zhurmë, aty lind qartësia, ngushëllimi dhe guximi. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, për veprime të bujshme, energjia jote e qetë flet vetë. Qoftë në punë, qoftë në shtëpi, vendosi këmbët në tokë dhe ndjej prezencën tani. Në këtë ndalesë të butë, paqja hyn dhe gjithçka fillon të rrjedh me butësi. Fryma jote e brendshme e di rrugën. Këshilla e ditës:
je aty ku je dhe gjithçka do të gjejë vendin e vet. Ky ishte horoskopi për datën 4 maj 2025. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.